por unë do të fajsoja, ju fillot të përmëndit, por unë do të fajsoja edhe klasën politike shqiptare. Të gjithë partitë politike shqiptare në Maqedoni harrojnë se kërkojnë të hynë në BE, e që të hysh në BE do të kesh të njëjtat të drejta si që kanë kombe të tilla si valonët në Belgjik, apo pra pakicat kombëtare, në këtë rast nuk është pakicë kombëtare, por popullsia e cila është në raport me popullsinë kryesore e dyta, duhet të ketë të njëjtat të drejtat paraqitjes së problematikave të jetës përditshme, të atyre jetësore, të atyre të gjykatave, të atyre të parlamentit, deri tek emërtimet rrugore. Sepse unë lexova disa lajme të fundit nga Maqedonia që edhe emërtimet rrugore po i ndrojnë, po i bëjnë vetëm maqedonisht dhe anglisht dhe shmangin gjuhën shqipe. Pse nuk luftojnë këto partitë politike shqiptare, apo bëhen më tepër luftë për të marrë një karrike të vetë në kuadër të një administrate të caktuar? Kjo është pyetja më shqetësuese, e cila nganjëherë jo se nuk ka përgjigje, por që fatkeqësisht atje situata është e rënduar nga një konflikt, do ta quaj, apo përplasje pa kuptim mes forcave tona politike. Në vend domethënë që të jenë të bashkuar rreth një platforme për këto të arritura të cilat janë larë me gjak. Dhe kjo nuk do të harruar asnjëherë se dikush ka dhënë jetën. Neve realisht po luam, kur them ne, do të them klasa politike në tërësi, me atë sakrificë të madhe që ka populli shqiptar i atjeshëm, Mërgata dhe miqtë tanë, të cilët një ditë mund të lodhen që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa me këtë lloj mendësie të niveleve më të ulta, të pa një lloj përgjegjshmërie të plot. Dhe ajo çfarë ndodh aktualisht justifikohet me faktin se VMRO ka numra dhe shumë e fuqishme, dhe ndërkohë ka një konflikt i cili fokusohet fatkeqësisht më shumë në mes të shqiptarëve. Dhe kjo është ajo çfarë unë e quaj, domethënë, turpi që na ndodh sot, neve duke u përplas njëri me tjetrin, dhe të tjerët në komoditet vazhdojnë diskriminimin atë që theti të shqiptarëve tani më edhe në nivelet më të ulta, duke hequr gjuhën shqipe edhe nga ato tabelat e rrugëve nacionale. Unë mendoj se do të ishte shumë e rrugës, kështu ka qenë premtimi, uroj e shpresoj që të reflektoj aktualisht koalicioni Vlen, i cili erdhi me premtimet që do të afatizoj kërkesat të cilat lidhen dhe me gjuhën, nga 20% që të kalojnë në gjuhë zyrtare, gjuha shqipe, dhe me përfaqësimin e shqiptarëve që u hoq ligji i balancuesit, që ishte një ligj i cili në mënyrë adekuate bënte përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e atij vendi dhe me integrimin e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Këto premtime nuk janë realizuar, ai afat ka kaluar disa herë, nuk kemi një qëndrim tjetër se si realisht do të jetë pozicioni i partive tona shqiptare në qeveri sot, për faktin se ofrojnë edhe zgjedhjet lokale, dhe ne atë çfarë konstatojmë, e them me për fatkeqësi, është se na duket vetja nganjëherë se jemi kaq shumë të etur për pushtet sa harrom edhe veten, jo më detyrimet që kemi ndaj popullatës, ndaj sakrificës dhe perspektivës së fëmijëve tanë. Bajraktarizmi, i cili është një pjesë e genit gjenetik, inatet e pakuptimta, etja që thash për pushtet, nuk duhet marrë në gojë epitete se është shumë e vështirë të aspekti, do të thënë këto janë më shumë e të tjerët janë më pak tradhtar, apo të shitur e kështu me radhë, që e kemi në zagon, në zhargonin ton të përditshëm të përdorim. Kjo nuk na nderon, por ajo çfarë neve na bën që ta ndjejmë veten, do të thënë, gati thuajse të poshtruar përballë politikës maqedonasve, është një situatë e cila konfliktuale brenda botës shqiptare,
që nuk na nderon as pak dhe që rëndon dhe humb shpresën, sidomos tek të rinj që na hikin dhe boshatisin vendbanimet tona, sepse nuk e shikojnë veten se janë të përfaqësuar me atë ditet, me atë krenari për të cilën shqiptarët kanë dhënë gjithçka nga vetja për të qenë neve në një institucion dhe në qeverinë e atjeshme në mënyrë krejtësisht të barabartë për të përfaqësuar shqiptarët dhe që të kemi vendimarrjen tonë. Pra jemi tani më në periferi, do të thosha të qeverisjes, nuk kemi vendimarrje të fuqishme, nuk kemi pozitat që duhet dhe e gjitha kjo ndodh se ne nuk kemi të unifikuar faktorin tonë politik. Nga një përçarje pa kuptim, neve na ndodh ajo çfarë nuk duhet në ditët e sotme ta karakterizoj politikën tonë atje, për faktin se zhvillimet janë shumë dinamike, interesat e tham, do me thënë edhe të Rusisë, të cilat lidhen me interesin dhe të Serbisë që ka një ndikim të jashtëzakonshëm në qeverinë e Mickoskit, neve na bëjnë shumë të papërgjegjshëm, ndërkohë që duhet kemi shumë vigjilent. Bota sot po ndryshon me një dinamik të përshpejtuar, tani po ndërtohen aleanca të reja në nivele globale dhe rajonale, ndërkohë që ne nuk kemi aleanca ose një bashkëpunim apo projekt në mes botës shqiptare. Kjo është e pafalshme, andaj dhe shqetësimi realisht është i madh dhe më vjen gati thuajse turp për ta diskutuar sot në Amerikë përballë jush këtë lloj niveli të ulët me cilën klasa jon politike përfaqësohet në institucionet e atij vendi. Përpara se të vija në bisedë me ju, i hodha një sy lajmeve nga Republika Maqedonisë së Veriut. E shoh se dhe maqedonasit vetë po shohin se s'po munden të afrohen me BE-n, sa në këtë rast Shqipëria apo vendet tjera. Nuk po arrin ta ndjejnë maqedonasit, ata që janë njerëz të mirëfill, nuk po them për ata që kanë interesa drejtë për drejta politike, që duhet të jetë një shtet që t'i japi lirinë të gjithëve në mënyrë që të inkuadrohet në BE. Një inkuadrim i Maqedonisë në BE do të thotë që kufish midis Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë. Dhe zhvendosja, jo që nuk mungon zhvendosja popullsisë, po për vetë konceptin e Schengenit që është bazë për bashkimin evropian i eliminon këto kufi. Më ka rastisur të udhtoj nga Hollanda në Belgjik, në kohën para Schengenit dhe e kuptova që isha në Belgjik vetëm se kur, si për të qesh, kur vajta në një banjo publike detyrosha të paguasha me franga, sepse deri aty isha me gulden. Në Evropë, kalimi nga një vend në vendin tjetër, barrierat gjuhësore janë të kapërcyer, nuk mund ta ulësh poshtë ti nivelin intelektual të shqiptarit se i thua që s'ket nuk do flasim në Shqip në gjyq, them unë. Edhe një fakt tjetër që lexova ishin në një polici 13 Maqedonas, as një shqiptar në një zonë pak a shumë me shumicë shqiptare. Në këtë mes, ti i ngritet drejt shqetësimet, e vure gishtin në plag, por a kanë influencuar se kohët e fundit edhe influenca të shteteve tona kombëtare, të Kosovës apo të Shqipërisë në jetën politike në Maqedoni? Sa i takon perceptimit situatës nga qytetarët e rëndomë të palës maqedonase, po, kemi një rritje të ndërgjegjësimit, e shikojnë dhe ato që nuk na shërben as atyre as neve një ushtimi politikave nacionaliste, duke luftuar njëri tjetrin me metoda gati të pa principte, por ajo që rëndon më shumë të është se klasa politike aktualisht vëmërosi një forcë shumë e madhe ngritur mbi premtime të nacionalizmit, duke vendosur theksin atë se po na rrëmbejnë shqiptarët shtetin, thuajse futin në panik në një farë mase qytetarët Maqedonas të atij vendi, duke joshur edhe me favoret që pushteti ka dhe duke ushqyer akoma këtë lloj nacionalizmi edhe tek të rinjt. Kjo është ajo çfarë ndodh
nga politikat për interesat e tyre. Ndërkohë që sa i takon ndërhyrjes së faktorit shqiptar nga Tirana dhe Prishtina, Tirana është shumë e kujdesshme, është më e vëmendshme për faktin se ka një ndjeshmëri të menjëhershme në politikën maqedonase duke akuzuar Tiranën në ndërhyrje të punëve të brendshme dhe nuk ka patur si thua qëndrime zyrtare të artikuluara në forma, do të thënë, pak më të rënda, dhe pse rreth gjuhës shqipe padyshim që ka patur deklarata të qarta për pozicionet që ka patur shteti shqiptar dhe nga kryeministri dhe nga kryeparlamentarja që vizitoi Shkupin dhe që tha se gjuha shqipe për ne shqiptarët është e shenjtë dhe me këtë kuptohet shumë mirë se nuk duhet prekur. Ky ishte mesazhi që dha zonja Spiropali në Shkup. Nga ana tjetër, nga Prishtina, me shumë halle të veta, akoma duke mos zgjedhur qeverinë e cila doli nga zgjedhjet e kaluara, kemi një precedent i cili u përfshi vetëvendosja në zgjedhjet e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë me një përfaqësues, jo me struktura të organizuara, por që Albin Kurti, kryeministri tani më në detyrë i Kosovës, ka mbështetur vlenin dhe vazhdon, do të thënë, që të ketë takime, por nuk ka reagim nga ana e Shkupit, është për të çuditur kjo se Albin Kurti njihet si një zë, do të thënë, i nacionalizmit shqiptar në tërësi, por ja që nuk ka shqetësuar politikën maqedonase atje për t'u habit, dhe përfaqësuesi atij në qeverinë dhe në parlamentin, në jetën politike në Shkup, sikur arsyetohet me veprimet e vëmëros duke fajsuar BDI-n më përparshme, e cila sipas tyre ka lënë hapësira dhe vakume për të si thua diskriminuar tani shqiptarët kjo qeveri që ka ardhur në pushtet, që realisht nuk qëndrojnë për faktin se u bë një vit dhe neve nuk kemi akoma atë liqe hoq qeveria aktuale për përfaqësimin e shqiptarëve. Gjykata kushtetuese nuk merr asnjë vendim